حي على الفلاح. Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues dhe do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit ku ju mirpresim në 038 249 237 që të drejtoni pyetjet në mënyrë direkte për profesorin. Pastaj mund të na shkruani edhe në SMS pyetje në 024 1566614 dhe nëpërmjet internetit në adresën elektronike te@njohimtv@hotmail.com dhe nëpërmjet rrjetit social Facebook të përfitojmë nga hoxha e nderuar Dr. Shefqet Krasniqi. Ndërkohë derisa ne të kemi ndonjë dëgjues në linjen direkte, atëherë do të bëjmë një lajmërim për tribunën e cila do të mbahet me 12 maj, pra të shtunën në orën 18 në qytetin e Pejës, në teatrin e qytetit, pra në teatrin e qytetit Istref Begolli. Do të jetë një tribunë ku do të ligjërojë profesor Dr. Shefqet Krasniqi dhe Nexhmedin Spahiu. Pra të shtunën me 12 maj në orën 18 pasdite do të jetë një tribunë e teatrin e qytetit të Pejës, pra në teatrin Istref Begolli. Ndërkohë ne ju mirpresim në 038 249 237 qendron i hapur që tani ku mund t'i drejtoni pyetjet direkt për profesorin. E gjithashtu ne fillojmë t'i marrim edhe pyetjet nëpërmjet SMS-it dhe nëpërmjet internetit. Por me sa duket e kemi tashmë dëgjuesin e parë, atëherë japim përparësi dëgjuesit në linjën direkte. Nëse e kemi, e mirpresim. Alo. Alo, apo na dëgjon? Do të provojmë edhe një herë. Alo. Apo na dëgjon? Me siguri se nuk po na dëgjon, do të provojmë edhe një herë të lidhemi me këtë dëgjues. Alo? Alo? Apo na dëgjon? Mirë, me që nuk po na dëgjon, atëherë ne detyrohemi ta ndërprejmë këtë linje për t'i jap hapësirë dëgjuesve të tjerë. 038 249 237 i hapur. Ndërkohë unë marr pyetje të tjera nga dëgjuesit të cilët na i dërgojnë këto. Profesor, është një dëgjuese e cila e ka parashtruar këtë pyetje, thotë meqense kam vendos ta vë mbulesën, por kam dëgjuar thotë që është obligative që në rrugë të dilet me mantill dhe për momentin thotë unë nuk kam ndonjë mantill të përshtatshëm, atëherë am lejohet që ta vë mbulesën pa e pasur këtë mantillin derisa ta siguroj një. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah për të madhit Allah i cili të ka udhëzu dhe të ka drejtu dhe zemrën tanë me nuri qiellor dhe me dritën e vetë të ka ndriqu. Është dhuratë e madhe Allahut azza wa jall kur Zoti të hap zemrën, të hap gjoksin. Dhe zemra jote me tiktaket e saja e madhran Allahun. Dhe çdo tiktak e zemrës se kurse thot la ilahe illa Allah. Zatën zemra ka një krijues. Në ka tjetër. Ashtu se kurse gjithësia që ka një krijues, ka një Zot të lartë madhruar. Mantili mas pari nuk është fars. Kërkon nuk shkruan në këtë dynja që mantil është fars. As emri mantil nuk ekziston. Por vesh, qatë vesh që kanë. Qatë veshat që i kanë. A janë qarshafa. A janë mantila. A janë që kanë pas nanat tona vitet e 50-ta një lloj qarshafi gjanë deri në bel, tjetër në fund gatë zi poshtë. Apo janë dy pjesë që ashtu të ngjajshme që i veshin muslimanët në Indien, Pakistanin, Bangladesh, në Azinë e largët në përgjithësi. Krejt kjo nuk prish punë. Mos ja shtrëngoni veti gjërat që se ka shtrëngu Zoti, Allahu në xhenet ju qoftë. Mbulesa i ka 3 kushte tepër të rëndësishme, kusht pa të cilat nuk është e pranuar. Në një që t'jetë trupi i femrës i mbuluar, pejgamberi ka thënë o Jesma, tashmë i rrit, nuk bën më të duk për trupit tën asgjë,
për pas kësaj dhe kësaj. Ka bo me dorën e vetë për pas kësaj drejt fytyrës e ti edhe kësaj shëplakave të duarve të ti. Duarve të saj. Andaj, shumica absolute ulemave e kanë këtë mendim. Duhet mësë për të doke dhe fytyra. Krejt trupi më mëllun, ja. Në ndë, mbulesa me qenë e trash, gjithësisht jo të i dukshme, e pa të i dukshme, mirë me thonë. Mbulesa me qenë e pa të i dukshme, sepse nuk kam mbulesë. Mësë më të duk asgja. Me mbulu trupin krejt, mësë më duk dhe në tre, me qenë e gjërë, e gjanë, e jo e ngusht, që ta përshkruan trupin krejt. Mantila e mbron trupin pe i përshkrimit, është e vërtet. E mbron trupin pe i përshkrimit. Mës mi përshkrua femrës gjymtyr të trupit të saj. Sepse nuk kam mbulesë. Këtu të rinë këtu kushtë, Allah në gjenet qoftë. Andaj, të këtu të rria e plecën dhe mbit, këtu të rria e ki imanë dhe bindje në Allahën se mbulesë a farës. Mbulopshte që Zotit. E mantilen, kur të ke pare qëtë. Por mëse më rata si penges për më vënu mbulesën, apo si kush pa të cili nuk pranohet mbulesa. Po. Mirë, nuk e tja kemi dëgjuesin e radhës, po alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, aleikum selam, urtrani. Ju përshëndet një dëgjuese nga Gjermania. Faleminderit. Që ka mundësi, kam një pyetje për doktor profesor Shefqet Krasniqin. Po. Po, urdhra. Po, urdhra. Mund t'i parashtrosh pyetjet për profesorin, urdhra. Po, pyetja e parë është rreth ankthit në gjumë. Jam një motër muslimane, namaz kam, dhikrin e bëj, po të them që një 6 muaj ose 8, pas një abërtimit që kam pas, mu ka shfaq një farë ankthi në trup, një shtrëngim në gjumë, nuk me lem të lëviz as prim të marë. Kisha thash një këshill prej hoqës. Po. Pyetje tjetër? Po, edhe pyetja e dytë e kam për argjerimin. Vjetë kur ka qenë argjerimi, kam qenë vauz, do me thanë 2 muaj e gjysë lindjen e vajzës dhe më kamet argjerimi bosh. Tani, mas asaj kohë, kam pas një operacion abërtimin dhe më kamet përsëri Ramazani bosh i ati vitit. Tani ka filluar koha që po a vitet Ramazani dhe tani jam shtazan e muajin e dytë. A mund të azhiroj këtë Ramazan pe përfundu ato tjetërin, pe për tjilë? Mirë, pyetja është e qartë, nëse nuk keni edhe ndonjë pyetje tjetër, atëherë ju përshëndesim. Pyetjet e qarta? Po, qarta janë. Atëherë zoj, faleminderit shumë për telefonatën, ne ty këtu po të përshëndesim, inshallah do t'i merrni përgjigjet. Natën e mirë. Sa përket ankthit, të ceke vetë sa e ka ndodhë pas një frige, pas një traume, pas një stresi, pas një mërzije që ke përjetu, dhe zakonisht këto ndodhen në kësa raste. Zakonisht. Ndodhen. Ani pse nga njëherë ndodhen edhe pa ndonjë arsye të justifikueshme, arsye të qartë. Ankthi kur ndodh në gjumë, që përshkrujte edhe ti, të shtangohet këqit e trupit, bëhet shtang, të nalët fryma, edhe shef një hijet zezë, e cila po të ka për fyti, ose po të gjuhet për mi, ose... Ajo është për gjinve, ajo është gjin, i malkuar, deq. E nuk mund është edhe me folë, se si të falsh, si të thuash, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, ose la ilaha illallah, men një herë ik, zhduket, shpëhup. Unë pa kam frikë se ka shfërzu të ti qatë stres apo frikë që ke pas. E tash dohet edhe pak kohë me mjeku vetë veten, me Kur'an, me abdes me ra.
me kënu dokut bësh me fjetë, dhikrin e natës. Dua të cilat i ka cek pejgamberi alayhi salatu wassalam si mbroj për shejtanit mallkuar. Ka më të largu. Dhe që është tepër më rëndësi, mos e merrat punë tragjike. Sepse po e morrat punë tragjike, shejtani mallkuar nuk largohet, vazhdon me ardhët e tij. Se ati mjafton që ty me të friksu dhe me të shqetësu dhe me të dekoncentru. Se ti është i qetë dhe nuk tanin fare për te, për atë mallkuar, ai një herë, 2, 3, 4, 5 edhe hik, sepse nuk mundet me realizuar të çka don. Kjo i bie parafërsisht, jo krejt saksisht, sikurse një hajn, i cili jam syn derës tane, edhe ti del për parat rap, me armë dorë, me sapat, me stops, me kudion, i thot, çka pëdon? Edhe i mbetet, s'ka sa flet. Thu, me të pa këto në herë të myti, stops, myti dru. A hik, së në frot, se han stupsën, se han pushken. Shkan. Nesërën pas nesërën, ditën e nesërme, pas 2-3 dite, prapa i vjen. Sepse me ndonë që ti nuk je i pregaditun me prit. Ti i pregaditun, prap i del me qatë armë të dera, i thot, çka pëdon? As kem lidh mena? Ik, sepse të ndëshkoj të mytja për të vrasa ku dion. Dhe a ik. Herën e 3, 4, apë ndoshta vje mas 1 javë dhe dite, 2 javë. Kur të shetë ty prap pregaditun, të gatë shumë, dikur ka me thonë, nuk ka punë me të bërtu të kë. Ky njeri rrën i pregaditun. Këto s'ka mundësi me hi natër me vjedhë kërkosh. Imagjina që kjo i zotë i shpisë, me kanë me utut, e me thanë hajnit për zetë zotit, Allah hile mës hajde më vjedhë, apo nina ja, se më shashtri se pejtute. Me po hajnit që kjo po dridhet pejtute, aja e më shiran, aja nuk e më shiran. Mësut me hi qatë dit, vjetë nesër me se din që kjo tëzë. Pra shpresen që ka teren, ka derët, ka fush, ka fush veprime, apo hapsir me të përtu. Edhe shejtani mallkuar. Ai gëzohet shumë, kur arrin me friksu njerëzit. Se mos të friksoj, se mos të frikson njerëz, se mos tutet robi i Zotit, e njerë 2, 3, 4, i ka i dijet, i ka i mallkuar, largohet, edhe më nuk vjen. Allahu trujt për ti, atë punë më rëtër, dëmë të motër, edhe komet kalu me emër të Zotit. Sa e përket agjerimit të muajit Ramazan të kaluar, unë e krejt që a kuptova që ka theti, ti ke qenë e justifikueshme, dhe me thonë ke pas arsye të shariatit plot për mos me agjeru Ramazanin. Edhe tani i jenë fillim të shtatzanis, dhe nëse tash nuk mundesh me agjeru, që tash? Ka ku hale me agjeru? Pse se agjeron që tash? Plaj ditën rinatën. Agjero. Por nëse mjekot thëtë se nuk bën me agjeru, sepse jenë fillim shtatzanis, se ka një herë ki pa gjaksie, ka një herë ki munges vitaminave, ka një herë ka një lloj problemesh që shfaqen të nana gjatë shtatzanis dhe mjeku jep këshillat shumëta, po mjekja. Atëherë e shtyn këtë Ramazan nuk e agjeron. Vjen Ramazani tjetër, që është me emër Zotin ko shumë gjallë, edhe 2 muaj ditë, 2 muaj ditë e pak, 2 muaj e 5-16 ditë, inshallah vjen me bereqet, e në nëzaneve gjallë dhe jepëm hakën Ramazanit, ja Rabbil Alimin, se ulemaja e parë, muslimanët e parë, gjeneratët e parë, kanë bërë dua, o Zot, në mundësat të presim Ramazanin, edhe t'jepëm hakën Ramazanit. Në zë Ramazan tjetër, mësh me agjerua të e agjeron, pëse të ka i ki kaluari nuk të pengon ty me agjerua Ramazanit tjetër, ja. Vetëm se nuk harran që e ke bërç mas andej. Kaq. Po. 038 242 37 është hapur, nuk e di a kemi dëgjues në linjën direkte. Alo? Alo? Po urdhrani. Selamu alaikum. Aleikum selam, urdhra. Unë jam një shikues i rregull nga Austria. Pika porën dhe falenderoj të madhin Allah
si para 2 vite unë ka bo me fal namazin, 5 vakte namaz, me shoqe, me fëmijë e krejt bashkë. Duke mos harru edhe sebepin e hoxhallarëve tonë krye me profesorin. Allah është përbleft e i forcoft gjithë prisët tanë fetar e i bashkoft në një flamur islam. E me ta edhe neve, e tonë dhe jara për në gjenet në qurë. Pyetja e parë është kështu. Unë e kam këgja lakë gjamin për këtuhet, e namazet i falet gjithë në shpe. E gjithë fillim të namazet e thirë azanën, do më thonë edhe namazet fars i kametin. Po të dëshin një fetva nga profesor se mos nuk është diçka në rregull. Edhe a është e lejushme i njëjti person mi thirë azanën edhe i kametin. Halo? Po, ne po i marrim pyetjet, veç vazhdo. Edhe pyetja e dytë është kështu. Unë këtu ku jetoj e kam edhe vllahun, është pak më i madh se unë, edhe migjen. Jena ato me familje këtu. Ata është problemi që as nuk falen namaz edhe alkoolin e pinë. Edhe në duke parë parasysh namazin, e vlerën e namazit, edhe problemin e alkoolit, po mënona me diskutu me ta me fol, edhe më ju tregu si alkooli është haram, edhe namazin duhet me fol. E pishet që tash në kohën e fundit pak ca e në largue. Mirë po, përgjigja atyne është dyqysh s'po thëm ekstreme ashtu, po reagime shumë, s'po dyqysh më thonë. Apo kuptan? Edhe po të këtë dhe qëtë me vetë profesorin, a mundët më këshillu diçka qa me bo me ta, qa nuk po di. Nuk po di ashtu këtë s'po më i rrije, kur pishë se alkohol po pinë, namaz nuk po folin, kur gjithë dyqysh s'po mundë me najtë këtë indiferent. E këtu po ta që një fetfon ka profesorin që është mund dhe në fali për kuën që e amura. Jo, veç kjo është koha e juaj, faleminderit shumë. Zoti rujt, Allah i nderojt, kjo është koha juve, po ne për ata kemi arë këtu. Edhe për më alhamdulillah që Allah të ka drejtu dhe familjen tonë, ty dhe familjen tonë, alhamdulillah vëllah, beshet që hidajet dhe zimin dorë të Allahut, ju dy vllaznjenit, një barkut, një nanët, një babe. Ty Allah të ka drejtu, atë nuk e ka drejtu, ti e ndrit ajo në terë. Ti e ndrit, ndaj ti ajo në terë, ti e në rrugë zote, e në rrugë dreqit. A nuk ka barabar rruga zote dhe rruga dreqit. Nuk është të barabar arsira dhe drita, nuk është të barabart i gjallët e vdekuri, nuk është të barabart muslimane dhe qafiri. Jo pasha Zotin dhe 1 milion jo deri në kiamet. Elhamdulillah që Allahu ta ka ndryqu zemra dhe të falë namazë me adhërën Zotin. E thirë azanin në kur t'hin koha e pastaj i bën kametin për farz, kjo është shkëlqyshëm, kjo është shumë mirë, kjo me sënet qështu është. Me sënet të kjo. Me thirë azanin, e pastaj me falë sënetin, pastaj me bo kamet, e me falë farzin, e kështu me. Kjo është dhuratë të Zotit. Kjo është sënet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me thonë në regull e ki krejt. Se përket vëllatë dhe migjes, dhe i tyne silë bot dhe silë mirë. është të vërtet se nuk bëmë rajt indiferent, sepse gjënah më rajt indiferent, por këshillaj me atë që është me mirë dhe me but. Herë, jo gjithë, jo kur panal, por herë. Dhe me thonë, o knaqëm, unë knaqëm me namaz. Më knaqë shpirti. Sa e mirë kë namaz, sa e mirë kë din, ku kemi qenë, ku shakane, ku ka mardhë, qëtu fjallë të mle dhe të mira. Jo fjallë tash për adhe të vrashta, fjallë të buta me full. Fundjes, udhëzimi i Allahut është ndorën Allah, udhëzimi është ndorën Allahut, e nuk ndorë tonë Allah. Allah ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inneke len tahdi men ahbabta, walakin Allah yahdi men yasha. Ti Muhammed alaihi salatu wassalam, nuk mundesh me udhëzu atë që dën ti, por Allah është ai i cili e udhëzon këtë dën. Kanë dën Zoti udhëzon. E jo ti dhe unë,
Pejgamberi ka qenë i kujdesshëm për migjen e vet të Abu Talibin, më i kujdesshëm se sa ti për migjen tënë. Por s'dan la ilaha illallah. Pejgamberi nuk është nal, e ka thjerë ndin, po e presion bon nuk i ka. S'dan, la ilaha illallah. Inshallah Allah i drejton ata dhe tonë të tjertë, po. Amin. Për momentin nuk kemi dëgjues 038 2492 37 qendroni hapur ku mund t'i drejtoni pyetje direkt për profesorin. Dhe përderisa ne të kemi ndonjë dëgjues në linjën direkte, po e marr një pyetje nga një dëgjuese e cila thot profesor, thot nëse ka mundësi thot na këshilloni se si duhet thot t'i edukojmë fëmijët të cilët janë nën moshën 6 vjeçare, të cilët janë problematik. Edukimi i fëmijëve është sen shumë i madh. Është tepër me rëndësi. Dhe do një psikologji të veçantë, do një kujdes të veçantë, do në sabër dhe durim, dhe maturi me ta. Nga njëherë, veç ashtu gjenit i ka një falë zotit dhe thmi të parahat shumë. 2 minuta nuk më në bënullu një vend, veç këtë sen, të mushet menja veç në kryrën. Që ashtu zotit ka falë, nuk mu i menja i qetë. Edhe ti më mundue sa të dushe ki këtë, veç e shkatërën vetën, për dha te mytë e re, por nuk ja len. Për të arsye, do të më ndjek me kuptu natyrën e fëmijut. E pastaj si mbasaj natyres tina me shku. Nësa fëmijën të vegjel, por atë që ka një natën e madhë, sa që e mytë, e meni së një në rënë, i natën e këtë fort. Disa tjerë, me një qokoladë, me një keks, me një lëpis, me një diçka, e mashtërën që në ka dush. O shumë e rëndësi me pas një psikologji të fëmiju. Fëmijun, asë nuk bën me ngrit, asë nuk bën me ullë shumë. Do të me ka një mesëm. Fëmijut nuk bën e plëcu dëshirën gjithë, por nuk bën e me rëfëzu kërkesën e tina gjithë. Fëmiju, i cili është mësohet me plëcu kërkesën e tina gjithë, a i ka me qenë ma problematik kur të rritet se sa fëmiju që është mësuar, mos mi bo kërkesa tina, mos mi pranu kërkesa tina gjithë, mos mi përqiq. Disa fëmij ka një psikologji, ja ka dhonë Zoti, dhe në tana mënyrat mundohet me plëcu dëshirën e vetë, me realizu dëshirën e vetë. Dhe nga njëre prevën me kajt. Kan, e prevën ajo që prevën të matë ty, dhe ti që është a plëcën dëshirën. Edhe vetë me vetë thët, kjo ka zgjidhje. Kur s'mepin diçka, unë janë i se kaj dhe këta më shirojnë e me plesojnë dëshire. Edhe mësohet. Për pik qefit, a janë i se kanë me zërë, për pik qefit. Nuk bën ashtu ka bim është, letë kanë a i sa të dënë, ti me se pleset dëshire. Fëmijut, me alon shtagën altë vjerën atje, por jo stupësin as të halusin, për shtagën. Frisk, pejgamberi ka thonë, alejhi salatu wassalam, Allahu më shiroft atë njëri, atë dhe zëtë shtëpije, i cili e len friskën vjerën altë, me të edukon familjen e ti. I tha që kështë që naltë, e nështë kur se përdor, por tha që e kështë naltë të bëshe, a i është vjerën për juve këto. Dhe nga një herë, veç e ka pëndor, fëmijës i lëshojnë kam, tak ullën kam të se më pitute. Pra, përdore një psikologji, përdore një metodologji, që e majtën në kontrol, atë njëtën kohë nuk e reje. Apo, ja hine pak, me majtë dorëve, apo me majtë friskës. Po, fëmija don edhe me dhanë shpres, don edhe me dhe friksu nga pak. Kështu zot është edhe njeri i rritun, por të fëmija është me që fashtë në këtë dukuri. Në anën tjetër, është mkat edhe është dëm për shëndetin e ti, për psikologjin e ti, a i mund të fitot trauma fëmija. Tonë jetën, që është disa nana, nuk din më sjell me fëmijë, se të ka fëmijën në vëp, e për dere, për blas dong, nuk e din, e la të fikt, e la pavedije, e myti që ka bëjnë anë është të trend. Ato me ka me që unë shtimi dikun atje, është të trend, e smerë, të me ka në fëmijëve. Me marë fëmijën, me më shumë me boksa, me shkelme, ose me ka fëmijën me që për pjetë, me gju për toke, për muri, ku ka mena ja? E trup ka për men s'ka. Runazët pastaj mund të fitën traume e fëmijë, mund të me të meta për jetë. Edhe nuk të harranaj, nuk të harran. Edhe mas 20-30 vete dhe ti nuk e ditë më eduku, më kërrej shumë. Pra, është më rëndësi me kuptu natyrën e fëmijut. Fëmijë është fëmija, e ka natyrën e vetë.
Mos prit për tina qëndrimet burrave, mos prit për tina fjalë burrave, mos prit për tina me të ngullë gjithmonë. Enesi ka thonë radiallahu anhu, ai ka qenë fëmijë, 10 vjet i kam shërbi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur njëtën e vetë shëplak së më ka ra. Kur njëtën e vetë së më ka ra shëplak. Por më ka këshilu dhe ka bo sabër. Se fëmijak, ti thush problema do buk, a i habitet. Të shku të anisin gjihapat, 1, 2, 3. Shka më ra dujt e kërone atje, a i kur shka me ta marrë dujt e bënarë të kërone, të shqitore, mbledi shka, i shet do shok dë vetë, haranaj, ti pret, gjithë sahatës, vjenaj. Kur vjen, as kërko faljas, ka harru. Qa me ba? Fëmija është taj. është fëmijë. Pra, nuk është letë me rritë. Fëmijë mi bo kalaj. Fëmijë mi bo është kalaj. Edhe mi rritë Allah për me duku fështirë. E këtu Allah Azza këtu e kalon emanet dhe përgjithsinë e nanës të babës, edukimin, e ju më rritë riskon. Për atë arsye Allah nuk në kalon riskon dorën tonë, e ka marrë vetëm sipër. Ka thonë Allahu nahnu narzuqukum wa iyyahum, ne i furnizojna ju e ju prind për dhe fëmijët e ju. Nuk kanë dorën tonë rrezik fëmijët, letë më sjellë ti pra Allah për kallzana. Po të sunjap zvete buk pjap fëmijët. Rreziku i fëmijët është te Allahu në qiell. Fëmiu lind me rrezik, ende pa dalë këtë dynja Allah ka caktuar rrezikun. Fon është punë e kryne. Ai kur del këtë dynja del me rrezikun e vet. Edhe frymare se ka me marr. Edhe pika të ujtë se ka me i pi, e sa gota, e sa litra, edhe se ka fshat buka me hangër, e sa gram buka me hangër, e sa gramin dyre proteine, bëme këte. I ka të saktune, i ka të shenunaj. Kërkusin hanë rëskën në fakën e tina. Ti është lorë për ti hava. Te asunja nala, asunja jep. Se të kalon dorë tonë, e kalon dorë dvete Allah, Azza wa Jall. Por edukimin e kalon dorën tonë. Për të arsye edukimi është seni më i rëndë dhe më i vështirë, por është më i rëndësishmi. Edukimi më rëndësi. Çfarë edukata e fëmijët? Çfarë kultura e fëmijët? Çfarë edukon fëmijën tënd? Edukon me vëth? Edukon me desh fëmijën? Si të bën çika 4-5 vjet që desh në rrugë, 6-7 vjet? Çfarë edukata? Për shembull, ose edukon të çikën atje me anise me sha, e djalin tën, thotë djalën që din me sha. Haj djalën shaj një herë, çe që din me sha dhe rresh plak. Ti atë që në edukat. Çfarë që në edukat? Ose që shtash me herë të halusin aty edhe, ose nana vetë atje Allah ndërë të ka papuqin të thmive, bëme, një javë ditë kryt mallonga e rëthmive. La ilaha illallah. Ai zullum, hajvane me rreq ashtu, ankohet në qiell hajvane, ankohet në qiell të Zoti, e jemi rre fëmijën. Pra, do të me pas sabër ndaj fëmijëve, me pas maturi, edukata ndaj fëmijëve është sani shumë i madh, por shumë i rëndësishëm. Edhe çatë të pënesh me durët e tua ki me kur nesra, sepse çaj fëmijë pe bazave që jep ti kam në pas ndikim në jetën e tina, në personalitetin e tina, dhe mas vdekjes tane a ka me punu çaj fëmijë për ty përmetar se vapin vër, a ka me punu kundër teje. Po. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Selam aleikum, pasitën e motër nga Gjermania. Aleikum selam, urdhrone. Pyetje për hoxhën. Po? Kam dëshirë shumë mbulu, ama s'm të vendosi desha disha kështilla për hoxhës. Këshilla, po? Po. Po, mirë, e qartë është pyetja. Atëherë faleminderit shumë, ju përshëndesim. Thuj kam dëshirë më thuj shumë, po kam dëshirë më mbulu, edhe më pëlqen mbulesa. Por shumë jo, se më pas dëshirë shumë të mbulosh. Imanin e ke qaqë. Deri qatë shkallë ka është ngrit imanin e hëtë. Sikur se termometri zhives atje. Zhiva në termometr sa ngritet, dhe që të shkallë. O ka që së ngritet ma shumë aja. Ngritet dhe që të shkallë. Dikun ngritet ma shumë, dikun hala ma pak. Ty të ka ngrit dhe që të shkallë imani. Më falë, ku di unë me rujtë nderin, me rujtë pasurin, me rujtë ftyrën tonë, tjere, por për mbëles nuk të ka ngrit imani hala. Ka që. Imani dëpt zemra smut, zemra sëmur, smundje zemrës, la ilaha illallah. Smundje zemrës. Për ndryshe, muslimani dhe muslimani, shka thonë Allahu Azza wa Jall, ma kanë li muminin wala muminatin idha qada Allahu wa rasuluhu emran e jekune lahumul khiratu min emri.
Nuk meriton dhe nuk guxon dhe nuk vjen shprehje për muslimanin dhe muslimanen. Kur Allahu apo i dërguari ti kanë caktuar ndonjë çështje, kanë pru ndonjë urdhër, e ky prap me thonë në bëj çka du. Bëj çka du unë, Allahu dhe pejgamberi ti po thënë bën kështu, ti po thë bëj çka du. Jo pasha Zotin, jo. Jo dhe jo. Allahu ka thonë më fal, ne falemi motër. A nuk na vjen kanë herë rënd namazi? A nuk na vjen agjerimi rënd ta shovera la ilaha illallah 20 orët me agjeru? E pse agjerojmë? Sepse Allahu ka thonë, trupi jonë nuk pëthët me agjeru, pëthët urdhër i Zotit. Trupi jonë pëthët me hangër dhe me pitë tonë ditën, sigur se ditëve tjera. Dhe jenë mes kërkesës trupit tënë dhe mes urdhërit Zotit tënë. Hajtë cëllë veqet për para. Pa kujtu të thuja, urdhërën e Zotit tëmë, pse? Për dhe nëse lo trupin, edhe nëse lo dhe trupin tëmë, Allahu ka urdhëru me agjeru, aje punë kry. Trupi lodhet pëshën mëre, lodhet pëshën, këtë qëtë punë e ka. Ndërsa urdhërën e Zotit tëmë nuk mund të rafëzaj. Po, e këput me një të rapap. Edhe kështu më radhë njëri ju, detyr pas detyre, pas fasi. Ka thonë Allahu më falë, dhe të më falë. Qoftë dhe në 4 sabajt me që më falë. 4 në 4. Zoti ka thonë, që të rëkohë sabahut, la ilaha illallah. Po e më ronë 2 pa një qka. Po që në me vështërsi po është e vërtet. Po trup janë për lyp me flajt po është e vërtet. Po Zoti janë për lyp me madhru. Zoti janë për lyp me madhru në atë kohë. Ajo është qutë, e nuk flenë. Ka thonë Allah, la te khudhuhu sinatun wala nawm. Atë nuk e ka plan as koti as gjumi. Flana e qutë Allahu, na jena flajt. Dhe a i thërët, o rëbë të mi, namazë më e mirë sa gjumi, namazë më e mirë sa gjumi. E qysh nuk qohëm na? Qohëm? Me zarja për më zarë qohëm. Nuk e vetëm trupin apo dhe me flajt aja, apo përtën aja, aftë në zetë. E madhërim Zotin tonë, falim namazin për Allahun tonë. Edhe të mbëlesa gjithashtu. Ka thonë Zoti, o krye e punë, ka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi vësallam, o krye e punë. Pra, ecë për para, mëse letë dreqin me lujt, me të stagnu, ecë për para. Mbëlesa është një hap i madh, një hap i mirë, një hap bukur i gjatë, drejt gjenetit. La ilaha illallah. Shumë afer gjenetit i me mbëlesë, sa pa mbëlesë. Ma afer gjenetit i. Me emër të Zotit, e ne jemi nisur për gjenet. Po, Allah të forcoft ja Rabbi, e ta lutoft mbëlesën. Po. Amin. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo, apo na dëgjon? Alo? Po, urdhra? Urdhra, jeni direkt në emision, urdhra. Selam aleikum për hoxhan. Aleikum selam. Alo? Po, zëm për ju dëgjoj, mund të parashtrosh pyetjen? Po, i kam 2 pyetje për hoxhan. Unë i fali 5 vakte namaz, po e fali vetëm farzën. Edhe dyta pyetje është, kur filloj me bo namaz, men po më shkojnë gjithë ka, si mund të largaj këtë. Pse fal veç farzën? Apo e dëgjon profesorin? Iko. Po. Pse fal pas, alhamdulillah që fal pas kohët namaz, pse fal veç farzët, unë nuk e kam të qartë. Farzët o farz. Allahu nuk na ka obliguar me namazet tjera jashtë 5 farzëve. Pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, 5 salavat katabahunna Allahu alaikum. Në rivayet iftaradahunna Allahu alaikum. Jo ka bë Zoti juve farz. 5 salavat fi yawmin wa layla. Dhe kërara beduine ka pyetja Rasulullah, që kam bërë unë ka namazë, ka thonë 5 kohë namaz. A kam ma shumë se sa ka që ka thonë, jo, nuk ki illa të tawa, për pas nëse dënë më falë vëndëtarë. 5 kohë namaz janë, o kryja e punë. Por pëse janë 5 kohë namaz, e që bojnë 17 recate, kjo nuk do të thotë që mos me falë sunet, Allahu gjennet qoftë.
Sunetet kanë sevap të madh. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, sa për ilustrim, ai I cili bën sabër dhe I fal 12 recate sunnet në ditje, Allahu ka për t'ja ndërtuar një pallat në xhenet. من ثابر على 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة كما يندرتو الله një pallat në xhenet. 2 para sabahut e 4 para dreke dhe 2 pas dreke dhe 2 pas akşamit dhe 2 pas yatsis bëjnë 12 recate. I thënë sunnet muakkad, sunnet I fort sepse ka shumë sevap të I madhi Allah azza wa jall, edhe pastaj vijnë sunet të tjera që nuk janë këtij rangu. Pastaj mos harrojmë se në ditën e Kiametit kur dalim para të madhit Allah azza wa jall, puna e parë që kemi me pyetur është namazi. E Allahu I thot me laçeve të tia, shikoni ja robi tan farzet ai ka të plota. Nëse ka të plota, elhamdulillah prej të madhit Allah, por nëse nuk e ka të plota, me laçi I thojnë o Zoti jon, ky ka mangësi në namazet farzat, herë Allah I thot shikoni robin tim ka nafile, namazë vullnetar, pra sunet namazë vullnetar. Nëse ka namazë vullnetar, merrni ato namazë sunet dhe bërnja ka dhe t'ja ngritum në deregje dhe në shkallën dhe në nivelin e farzeve. Pra shef se suneti në këtë dynja mundet me lujt rolin e farzet në botën tjetër, dhe është shumë me rëndësi për neve kur dalim para Allahu të madhruar. Andaj të parë dhe të mram dhe konsenzus krejt ulemaja e dynjas muslimane kanë rani ujdi se sunetet janë diçka një sen shumë I madh dhe shumë I rëndësi shumë, dhe sa ta që lejnë sunetet pa arsye, jo një sunet pa arsye, por e lëns do me falë sa dhe nesër masën tjerë, kanë thonë ajo është fasik, ajo është njeri I keq, shumë I keq, qysh e rrëfëzën njeri sunet e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. E nëse jenë punë, nëse je zan, nëse këtë fëmijë të vogël nuk lënë fëmija me falë sunete, por kanë erdhë fëmijët prap që shtyën të shtirë, kanë smut, ku diune burri dën hizmet musafir, e tjerë, anë më të faleve farzën, këtë në rregull është, por kur ke mundësi se sabahin, e yatsin, akşamën të shtëpia, ose në vikend shtuneve dielleve, kur ke kohë sunetet me I falë Allahun në xhenet qoftë. Pas e sunetet mund me falë edhe ulën, nuk ka kusht në kam, përderisa farzët do të në kam patjetër. Pra merret çështje e dorës së dytë vullnetare, por ka deregje shpërlim shumë të madh, ndërsa për farzën nuk diskutohet. Po. Vjen dëgjuesi tjetër, alo. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Doshta një pyetje për hoxhën. Po. Ja ka nisë një 5-6 muaj më fal. Elhamdulillah. Po ka problem, sidomos në akşamin edhe yatsin ka frikë. Ka frikë kur falet. Mendon gjithmonë ka dikon mas shpinë apo di tankohen, po edhe ditën ka probleme kur me kanë këtë vetën në shpe, ka probleme, ka frikë, se ka mundësi një këshill hoxha, Allah është përblesë. Amin. Përshëndetje, çdo të mirë për juve. Ajo frikë nuk është e zakonshme, por ka një herë njerëzit e projnë. Me frikë pa asnjë arsye friksohet. Shef filma rrara të firma me ku diun e sen me shtrika me udhë bila, filma ata, filma teatrit, filma të kot krejt, edhe I duket që për me për shembull. Ose I tregon të kujt diçka, ose lehat me sele, për çkafit më tut, la ilaha illallah. Muslimani pështetet Allahut, muslimani është I lidhur me Allahun. Muslimani din që çka thon Allah, kullu yusibena illa ma kataballahu lana. Thojtë atyre se nuk ka më na godit kur gjë, vetëm atë që ka caktuar Allah, pa thon Zoti zbohet kur gjë. Zbohet kur gjë pa thoni madhi Allah azza wa jall. Pastaj muslimani e din që ka në pejgamberi alayhi salatu wassalam, se më që dynja janë kamë të parë dhe të mëram, dhe më mundu me të mbon do një shërë pa dhe Zoti, wallahi nuk kanë me mujtë me të bo. Aje punë është e kryer, la ilaha illallah. Aje punë është e kryer. Po, inshallah Allah ja kalen me të mirë. Po. Amin. Kemi dëgjuesin e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. I kam të pyetje për hoxhën. Po? Jeri kanë këto I ramat e qabës, që u kanë qabe. Po për intereson që kur des, a mundet mu pështjel me ta, a duhet edhe me qefin, a viq me ta mu pështjel. Mirë, pyetja tjetër? Unë me vjerën folmi dreken, e folmi
kur e gjumon shpi. A duhet me mu fal me ku, a pak mrapa? Mirë. Faleminderit Zoja, ju përshëndesjem. Atë profesor. Drekën e falnin në shpe po falni kur t'hin koha drekës, s'ki pun t'i para mrapa, ti nuk i pun në gjëma. Ti ke pun, më këqërë takvimin, hyni koha drekës, nësja fale drekën, ose pak ma dhanë qysh bëhen punt. Nuk ke pun ti me gjëmat, atje me gjëma. Ata njëllë që falë namazin në shpe, sigur se gratë, sigur se të smutit, sigur se të vjetër shtyrë në mosh, sigur se të burgosërit, e tjere që nuk kanë mundësi me falë gjëman, nuk kanë pun me gjëma. Nuk kanë lidhe me gjëma ata. Ata falin kohën e drekës, në kohën kur hyn dreka, s'kanë pun me gjëma kur gjë para për mrapa. Nëse për këtë punës e ihramave, po ihramat monet me i bo qefin, më pëtjil me ta pa problem fare. Monet po është pak i vogël, ihrami nuk ta pëtjil trupin krejt. Ihrami është i vogël, e qefini do të ambullu trupin krejt. Ihrami nuk ta ambullon trupin. Sepse ihrami aty në dy pjesë. Njëna pjesë është prej shoke poshtë më pëtjil me te, tjetra pjesë prej shoke nalt. As njëna pjesë nuk ta ambullon trupin krejt. Për ndryshe monet me thonë kam qef që të ihram me macit mi trup, më mështime të në dhej, po nuk ka sen të keq as njëre. Po. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo, apo na dëgjon? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. E kam një pyetje për profesorin. Po? Unë kam fali 5 kohë namaz, po edhe kam fal namaz nafile deri që ta shte, do me thonë jam vështu dikun ka ora 2 natës edhe kam fal namaz nafile dhe kam agjeru të hanën edhe tajten. Po ta shte kum do prej se koha pak e gjatë e nuk po mundëm, se këtu jaktia dikun po shkan deri katin 12 ora. Si e kam një farë vezvej se pse kum do prej, dhe isha një këshill për i hoxhës. Mirë, faleminderit për pyetjen, ju përshëndesje. Allahu të rujt dhe të forcoft, ti mos e ndërprej për ndroje kohën, ngo vllaun. Tash më qënë 12 në 2 nuk mund është më qënë, dhe më qënë nuk ka efekt, sepse kërë jacia hinë në 12, në 2 del hinë kohë sabahot. Andaj verës, ata që nuk mujnë më qënë se nata është shkurt, namazin na file nuk e ndërprejnë, por e falin në pjesën e parë apo në pjesën e 2 të natës. Sepse te ke falin në pjesën e 3, e prej pjesës 3 e qëtë ngrih për para, pjesën e 2 apo pjesën e natës. Me thonë me fjallë tjera. Nga mirë te dhe këtë ju tjertë, që ka bëni namaz nate. Nata nëmërohet prej akshamit deri në sabah. Namazin natës fillon prej namazit të akshamit. Si të falësh namazin akshamit, namaz nate mundesh me falë deri një jaci, dhe mundesh me falë mas jacis, edhe para jacis, deri në këtë syfyrë dhe deri të në sabahu. Sahi është të vërtet që pjesa koha me vlesh është pjesa e 3 që koha e syfyrit, por koha e lejuar dhe që është mbrenda natës dhe që hënë te hadith pejgamberit alayhis salam që kanë folë për rëndësinë e namazit të natës është mas akshamit edhe mas jacis. Për atë arsye shumë prej ulemave të selefëve gjeneratave të para kanë preferuar mas akshamit me fal namaz nate. Kanë thonë kjo është kohë që pak përkujtohet Allahu i madhruar, apo ne dom ta kujtojmë Allahun në kohën kur njerëzit janë të angazhuar dhe nuk e kujtojnë Allahun azza wa jall. Dhe ty të shënohet me emër të Zotit namaz nate. Kjo është për ty me rëndësi, namaz nate. Andaj namaz e natës mosele, por gjatë sezonit veror në vend se me falë në sefër, në vend se me falë pjesën e 3 natës, e falë ose me njëherë mas jacis, e falë farzën e jacis, ngrih të spi, apo falë sënet, të ngrih të spi nuk ka më rëndësi, pas të që është i falë edhe 2, një 6 recate, 8 recate, mbarët sa i falë zakonisht edhe sa i e disponushme, e falë vitrin, bjen flenë. Ose, që është i falë mas akshamit, namaz nafile 2 nga 2 me njet namazit natës, e tani dikur vjen jacia, mas jacis e falë që është sënetin, vitrin, edhe bjen flenë edhe ka që kryje. Po. E çështja e agjerimit, sepse tha edhe agjerimin e kam ndërprit është. E çështja e agjerimit po është e gjatë, kjo nuk kompenzohet. Ja, çështja e agjerimit nuk kompenzohet, por është ditë e gjatë, nëse tanëm tajt e ka agjeru edhe tash nuk mundesh me pas mundësi bile 3 ditë mesme të muajit që janë më pak,
se sa të gjithë tanët do të kishte qenë shumë mirë. Nuk e mundësi për shkak se dita e gati punon e ku diun e tjera, nuk agjeron bash nuk e ki. Vjen koha, sa ora 2-3 muaj, 2-4 muaj, pa që më mirë, shkurtohet dhe ja nis prapa agjeron. Allahu shpërbleft. Po. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo? Alo, apo na dëgjon? Me siguri ka ikur atër 038-249237 dhe për disa minuta do të kemi mundësin që t'ju marim në linjën direkte dhe nuk e di për derisa a kemi dëgjuesin tani më po. Alo? Alo? Po, urdhëroni jeni direkt në emision? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Përshëndet edhe hoqën e ndëruar me selam aleikum. Aleikum selam. Edhe kam një pyetje se e bani ma heret edhe i vlau prej autrije për punë të zanit edhe t'i kametit. Po? Për shembull, në kohën e ikindis ose të akshamit se hin farzi mas pari aknohet e zani apo i kameti, edhe në kohën e drekës aknohet 2 herë e zanin e 1 herë i kameti. Selamu aleikum. Aleikum selam, ju përshëndesim. I kameti asnjëherë nuk knohet para ezanit. Sepse fjala ezan dhe me thonë thirrje, lajmërim për hyrjen në kohës së namazit. Fjala i kamet dhe me thonë hyrje namaz. O fotum namaz, o fotum namaz. O fotum namaz, po hym namaz, po hym namaz. Që në njerë që njës po hym namaz. Ç'to është kjo? Njerëzën të prit, i lajmëron, edhe futen bohen safa, rashtohen, imamu del për para, dhe të Allahu Akbar, hyn namaz. Pra, ezani është para, i kameti është mrapa. Ndash namazet që ka sunet për para, ndash namazet që nuk ka sunet për para. Pavarësisht. Ezani është njëherë, pas të i kameti. Nëse ka sunet për para, e thërët ezanin, tani sunetin, tani kametin, tani farsin. Nëse nuk ka sunet për para, e thërët ezanin, me njëri kametin edhe futesh në farës. Po me mjaftu vetëm me njërin, veç me i kamet, prap nuk ka dërt suneti shkun ven, sepse këtu dyja janë sunet, edhe njëra, edhe tjetra. Edhe veç i kamet me bo, nuk ka dërt. Për të arsye ulemaja kanë thonë, nëse i vet, bile i kametin mos e le. Nëse jeni 2-3 ma shumë, ka thonë thërë ezanin, edhe në shkretin, edhe në mal, edhe në natyrë kafsh. Njëri ka thonë pe jush të thërë ezanin, e tjetëri të falë namazin. Qaj që është më i mirë në Koranin, dije njef shëriatën ma shumë dispozitat e regullat e namazit, dalim mam, këtë tjetëri e thërë ezanin, njërë që të dhëtë me pas hisen se vab. E jo, qaj që thërë ezanin, qaj kametit që me dalim mam, nuk kanë regull e punë. Halal është e lejuar, por nuk kanë regull, sepse veç aj për delmarë se vapet e tjerve ja. Po. Po, dhe ishte tek namazi drekës, do ta duhet 2 herë të thirrët. Jo, nuk ka 2 kamete namaz. Namaz 2 kamete nuk ka. Një ezan, një kamet. Mirë. Nuk e di a kemi dëgjues, po atëherë marrim dëgjuesin e fundit sa i përket linjës direkte për sonte. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhrani. E kam një pyetje për hoxhën e nderuar, zotin Shefçet Krasniqi. Unë deshta me pyet për punën e muzikës. Domethënë se unë nga pak jo kështu shumë profesionalisht, por diçka din mira ka pak me muzikë. Domethënë nëse doni sekë çfarë muzike ndaj tallava, domethënë ndaj, po jo me tepru. E dishta me pyta është haram me këndu, domethënë këtë muzikë, edhe pse bëj namaz e agjeroj e kejt, amo domethënë e bëj pak këtë muzikë. Po shumë e qartë është pyetja. Pyetja është e qartë, faleminderit shumë për telefonatën, ju përshëndesim. Allah të rujt e të forcoft. Muzika nuk ka hije muslimanit. Allah të kallzon. Kurani dhe muzika kur përjet në njëjtën zemër s'mund me kanë bashkë. Asnjëherë. Ja zemra jote ka më nxanë vend, ka më hap për muzikë, ja ka më hap për Kur'an. S'ka herë. Aq ma pak me kënu vetë. Fal namaz heqmo. Ik. E zonën e mirë nëse ke, dhe ke marak me kënu, e dënë këtë ardë me shpirt, mirë nëse kënë ilahi. Kënë ilahi e vëlla. Formoj tekstet e mira,
edhe melodia më e mirë, melodia natyrale. A ka të za melodi më të bukur sa melodia e zezëve të malit, me dalë natyrë. Së është bilbylave, së është melodi natyrale. Melodia më e mirë është natyrale. Edhe ti prak në ilahi, me melodin, me fonin që ta ka dhënë Zoti, me atë bukuri, këna. Edhe këna që është vetë, po edhe i këna që të tjirët, edhe e kup shejtanin. Allah të forcoft, e të zoft, e të dëshiroft, po. Mirë, profesor, ky është dëgjuesi i fundit sa i përket linjës direkte. Ne të nderuar dëgjues do të bëjmë një pauzë të shkurtër, por para se të bëjmë pauzën edhe një herë i lajmërojmë të gjithë dëgjuesit të cilët janë të interesuar që me 12 maj pra të shtunën në orën 18 në teatrin e qytetit në Pej, pra në teatrin Istref Begolli do të mbahet një tribun ku do të marrin pjesë profesor doktor Shevqet Krasniqi dhe Nexhmedin Spahiu. Ndërkaq ne të nderuar dëgjues do të bëjmë edhe një pauzë të shkurtër, pastaj rikthehemi me pyetjet që na vinë nëpërmjet SMS-it dhe internetit. Ju qëndroni me ne. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين
rikthyer në studio të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë emisionin me pyetje që na vinë në formë të shkruar. Është një dëgjues që thotë selam aleikum, thotë profesor, thotë nëse ka mundësi, thotë na flisni diçka rreth kësaj çështje apo të na jepni thotë një këshill, sepse shumë herë thotë rreth nesh dëgjojmë njerëz të cilët mallkojnë shumë, sidomos thotë nënat fëmijët e tyre. Sa herë kemi folur për këtë çështje, Allahu musta'an, la hawla wala quwwata illa billah. Dhe kemi thonë se nuk është gruaja e mire e cila nam, dhe se ajo është targati shejtanit, dhe se është gjunah me nam fëmin, për dhe kënë do të qohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as edhe hajvani ka ndalu me nam. Një hajvan, një deve ka nam një, në zotnia që pronari devës e ka nam deve. E pastaj një në shumë më marrë deven me vikonime se mërë me veti mu. Jo, valla, e ne malkove po këthe, nuk dojna me në shoqëru neve dikush që ka është i malkuar. Këthe deven. Hajvan është taj, por pse malkoj? E lemu njëri unë. Pastaj pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, mos e lutni, mos i nemni, mos i malkoni vetën tuaj dhe familjen tone. Mos e lutni kundër vetës e kundër familjes tuaj. Sepse mundet me qëllu ndo një kohë ku Allah i madhruar e pranon duan dhe pastaj bëhesh me nxjerr sytë tu për të bëhet vën. Sa nanës Allah i madhruar i ja kall zemrën me fëmijën e vet. Dhe ajo pastaj vajton dhe nuk i terë sy det vdes, e thotë Zot ma bone këto, ma bone këtohen, unë nuk për di pse. A harron ajo nanë se vetë ka ne me ka lyp, me dorën e saj dhe me gojën e saj. Harron ajo. Harana sa jo lutë Allahu mja marrë shpirtin djalit e o zëtë braje më të kalle, rororo ku dju në udhu billahi mine shëjtan rëgjim. Që shka unë e Beogradit ty bën të nem që ashtu të shënem djalin e vetë. Ata që të nik të zi që kanë bëtë mërë nuk i nem, që shënem djalin e vetë që ka pjesë të shpirtit dhe të barkut vetë dhe trupit vetë. Që me thonë se nënë e mesmja, e mira, a e nënë e keqë. A është nënë e keqë. Shumë e keqë. Po e s'ki që e bënë e kenan. Allah i drejtoft. Për atë arsye dhe të me eduku vetë vetën. Nanat. Të me eduku vetë vetën edhe prindi, baba, bile do të edhe grus me bu presion. Edhe për rasteve ku burri ka të drejt me bërtit grus. Edhe që besa ka drejt e me lëshu grun krejt. Nëse gruja nuk e përmirëson vetë vetën raporte me fëmijët. Nëse e vazhdon me mallku fëmijët e me i nem, kjo ja pasoj një dësht madh dhe të shpija. Se nuk jeti me ka nanë fëmijëve të mi. Ti gabimisht rastisht i ke bëu këta fëmijë, e zbajo. Sikur të merr malli për ta, tani atje masanej, e të shtyhon edhe natën, tani më nuk i nem. E jo pasha Zotin, me nem të fëmijën e mi, e unë e gjallë, e jo që ka bërë Zoti emër, asë në ta. Po nuk o kjo vrashtësi, por është rahmet dhe mëshirë ndaj fëmijëve. Është rahmet dhe mëshirë ndaj fëmijëve. Sigur se që është rahmet dhe mëshirë ndaj pasunikit dhe fukaras dhe tjetërit me kap hajnin e mja lidh dure kam e shkelma e me qunë burg. Ai nuk është zullum. As nuk është vrashtësi, por është rahmet ndaj qytetarëve, ndaj qytetarit, ndaj të pasurit, ndaj doptit, ndaj të ligut, ndaj të permatosurit, me ja hjek të keqin, me largue, se për në pëdëm, Allah i drejtoft ato gratë që nëmë. Po. Është një pyetje që e ka dërguar një dëgjues, selam aleikum, thotë profesor, thotë me shariat, thotë a është e obliguar apo është e lejuar që femrat kryejnë shkollimin universitar, meqense thotë hasim në shumë hadithe ku thuhet duhet që ndrohet në shtëpi dhe të kujdesemi për familjen. Nuk ka kundërshtim mes asaj dhe mes asaj. Shkollimi parimisht është obligativ për të dy gjinit. Ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat nxisin, preferojnë, udhëzojnë, stimulojnë musliman për dije, nuk i dallojnë mes mashkullit dhe femrës. Lëpën e dijen, kërkon e dijen, dija kështu, ai që lyp dijen, ai që mërë dijen, ai andaj, ai kërkon nuk e ndanë këtë gjeni nga e gjeni, por gjithmonë futën të dy gjenit.
Dhe ne nuk jemi duke thonë se është farz me kry fakultet, femra, obligim, pas mashkulli. Por, halal e ka. E pastaj ka halal parimisht të kjo, tani në dësa sene tjera. Sepse nëse themi ne ka halal me kry shkollën, nuk mund të themi ka halal me shkojmë provoku djem të huja në fakultet mjaft turbullu syt njerëzve më ardhe era 7 metra, 10 metra farfemati virani. E mjaft turbullu syt e profesorit atje dhe ke qko krej klasës? Jo, pasha zotën. Ose me shku ati njerëzit shkojnë për shkencë për dije, ata e mërpuse atje dhe atje gjyksat në shesh në burrave të huja, të djemve të huj, edhe profesorit, dhe i provokon gjinën, i provokon njerëzit. Jo, ata shka bo, a e ka halal në një drejtim, në një kontekst, në një anë, por e ka haram në anën tjetër. E ka haram sepse shkon provokuse, i provokon njerëzit e tjerë e tjerë. Pra në sens parim, mësimi, leximi, shkenca, shkollimi është i preferuar për dy gjenit, sevapet, shpërblimi i madh që ka ardhur, se Allahu i ngrit lart ata që dine, ata në miqtë Allahut, ata në dietar që fiksohen Allahut, nuk janë barabartë ata që dinë dhe nuk dinë, dhe shumë ajete tjera që flasin për dije dhe shumë hadithe, nuk i dallojnë mes burrave dhe mes grave. Sa gruaja në këtë dunja ka qenë me ditur se sa më mira burra. Ne kemi Aishën radiallahu anha, gruan e pejgamberit alayhi salatu selam, pa asnjë dilem, është gruaja më e ditur dhe më e mençur në botë që ka pasur ndonjëherë. Nuk lindë nana grua më të dishme, enciklopedi, sikur se Aisha. Edhe sahabët më të mëdhej, që kanë shoqëruar gjatë pejgamberit alayhi salatu wassalam, janë detyruar me shku dhe me marrë fetva, me marrë dije, me për fetvave mendimeve të Aishës. Po, ata nuk e ka pengue të qenurit e saj femër për me marrë dishëm dhe me qenë një universitet në veti. Edhe shumë gratë të tjera pasaj derisa dhe kësaj dite. Po, por natyra e femrës, se natyra e sa që ka kriju Zoti që ashtu, është që stagnan, e vanan, ngec ajo, në proceset kontributit shoqëror në aspektin e dijes më shumë sa mashkulli. Natyra sa i dhimbte, përmujshme të lindje, për kujdes ndaj fëmijëve, shtatzania, gjithdhënie, obligime ndaj burrit, kallabllak sene janë ato që tana të marrin kohë ka pak, e kohë është kohë, çaj që është as rritet më shumë, nuk gjenohet. Edhe ngrata pastaj nuk mundet të kontribu atë sa ka dëshirë, atë sa ka vullnet, apo sa kontribon një vllai sa apo një burrë sajna. Jo që nuk ka kapacitet dhe nuk ka dije dhe që ka të ndaluar, por rrethonat ja imponojnë. Po. Kalojmë tek një pyetje tjetër. Selam aleikum, thot profesor, thot ne jetojmë në Itali dhe për disa ditë rresht thot po na vinë në shtëpi disa gratë të cilat janë dëshmitare të Jehovit. Më intereson thot a di çfarë është besimi i tyre dhe kënd e kanë për pejgamber ato. Shqyqam, feja katolike është dështuar, dhe është falimentim për ditë më shumë. Për atë arsye papa me gjithë nomin e madh që ka, me gjithë fronin e madh, me gjithë shtetën vetë ka, e mos flasim për fonde tjera, shumë pak ka respekt në Evropë. Në Evropë, e cilim vende tjera. Sepse feja katolike është falimentim. Është falimentim. Si rezultat të kësajna, kanë lind fraksione tjera nga mos pajtimet e mbranshme që i kanë të shumëta. Për shembull protestant. Kanë lind si rezultat të kësaj mos marrëveshjeje. Sepse problem të këtë krishterë përgjithësi, ata ka mos pajtime të hatashme, probleme pajtuan bazë, kurse bazën nuk kanë të shëndoshë. Problemi i bind të tonë dynjan se kryqit një manë. është problemi i bind njerëzit. O problem. Dhe dalën tashme ide të reja. Qes për bojna kryqin, po që edhe në kish nuk shkojmë, po edhe pape nuk e shëjtrojmë,
po dhe që nuk e dallojnë vesh një pejgamber, ku diun, a de facto është anan është pjesë e krishterizmit aja, natyrisht, dhe është kundër islamit, por kënë se një fe tre, kënë se të na fetët me kanë bashk, kënë se nuk kem nevojë në fart më dallu musliman e krishter, jo që kam të bane. Unë jam musliman, ndashmarë më bë musliman, hajde, Allahu të rujtë të dash, jemi mirë se ardhëm. Po mos dash, unë të ti nuk ve. Atër mehti, fin tana, fin tem, jetojmë, mënojmë, shkollohemi, jem këshi, bashkëpunojmë, jem tolerant, jem të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, kem respekt, ndër sjellë shumë natyrisht, që kanë pas gjithmonë, që kanë që do të më pasë. Po, nuk është farës të tonë me kanë një fe paqare. Jo, pa dhe s'fujnë me kanë, edhe me dashtë, po. Andaj jo ata që vinë, është mirë mi folë për din, mi folë për islam, mi folë atyne. Me thanëm për të pranaj, në shpe, po edhe besed, vetë më sëllatimu më ngumu që atë thamone. Po. Pyetja radios, selam aleikum, thot profesor, thot si qëndron puna e një njeriu i cili fal 5 kohë namazit, por njëjtën kohë thot nuk gjykon si mbas Kur'anit, po si mbas kanunit. Ai person me vedijet plot, del për dini bën kufër. Një person i cili nuk pajton me gjyku me leqë të Allahut, për shambull t'i thua zotni, zakonisht të do dhe në dy raste. Rastin e hakmarrjes, gjakderdhjes, dhe në rastin e shkurorëzimeve. Në shtu dy raste, më së shumti shkojnë të kanon i lek dugagjinit. E cili kanon është në kundërshtim edhe me fen katolike, edhe me fen islame. Me të dyja. Ali pse vetë ka qenë katolik. Dhe ju duket ma mirë, sepse ajo është ma i pamshirshëm ndaj njerëzve sa Kurani. Për shembull të vrasja, Kur'ani qarta se për të cënë. Se ati që mbytet i afërmi vetë, faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl. Ne ja kemi bërë, kemi dhanë pushtet kujdestarit ti, familjes tina, ndaj qati individi që vrasës. Fela yusrif fil qatl, por mos ta tepron në vrasje. Mos ta tepron, mos masakron, mos ta torturon, mos të kalon hakmarrja të tjerët. Çka kanë faj djemt nëse baba ka bë krimin? Çka ka faj baba nëse djali ka bë krimin? Çka kanë faj me gjallart nëse nipi ka bë krimin? Çka ka faj fisi nëse një i rebeluar e ka bë krimin? Si mbas kanunit, krejt familja ti duhet më mbyll. Tani në gjak. Edhe ata, has me gjit, kanë të drejt cillën do prej tyre me vramja zgjedh mashkullin më të mirë. Që kjo rahmeta? Po kjo është mezori, bre. Po kjo është kanun i gjungullës, nuk është kanun i njerëzimit, bre. Tash, edhe të martesatje, nuk e kësyrin parime të shëndosha, por jena përdojna me dënu ty, përdojna, në ka teknje me dënu dhe a futi këtë si bas kanonit, e qko që njeri dënojnë 10.000 fukaran, pa bir hak. A i personi cili është muslima në besën zotin hak, dhe isqarohet punë e kanonit se është punë e kufrit, punë qafira, nuk ka punë islami dhe muslimanve, dhe prap ai ngull kam dhe gjëkan me kanun lekës, ajo qafir. Ai ka dal për islamit, ai e ka mëhuar Kur'anin tërsisht. Mire e për shpirt vetë, nëse e nëzën deka që të gjendje. A miresht të tilë kemë sa të dush. Kemë sa të dush, për inshallah Zotja ja falë, si shkak bëdalakije, si shkak mës të kuptuar, mës njohje, të shëndosh, për ndryshe nëse vërtet e njofin parimin islam dhe gjykojnë me kanon të lekës, tek i Kurani la ilaha illallah. Ata që dojnë me kanon le gjykojnë mëre, katolekt,
Anë pse s'ka të letë një gjikojnë me të se kanë Biblën nuk ka nevoj, por me gjitha të suninal, apo dikush nuk e beson Koranin, thot unë e besej kum besu kanun e likës, është drejti tina, është drejti titës. Por na për të pyetje për muslimanin që i fal 5 kohë namaz dhe gjikon me kanon të lekës, ai pun t'i ka tepër keq. Profesor, dhe pyetja e fundit për sonte, selam aleikum, thot e dim profesor thot që rrena është haram. Mirë po, në rast se e bën një gënjeshtër apo një rrem pa qëllim të keq, duke mos dashur me lëndu apo me zhgënjy dikën, a lejohet në këtë rast? Lejohet. Ja. Även kan rrena ja. Även kan rrena. Rränës rujuni. Rränës rujunës është për haram e Allahu në falt. Po. Mirë, profesor, faleminderit shumë që ishit edhe sonte mysafir këtu në studion ton. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.